الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Frika prej Allahu subhanahu wa taala është edukata më madhështore, morali më i lartë me cilin muslimani mund të cilësohet. Frika prej Allahu subhanahu wa taala është çelësi i xheneteve dhe kënaqësive të Allahut në botën tjetër. Frika prej Allahu subhanahu wa taala është ajo që i stolis dhe i zbukuron njerëzit e mirë. Frika prej Allahu subhanahu wa taala është ajo që ty t'jep prehje, t'jep streh kur ti je në vështirësi të mëdha, në gjendje të rënda, kur ti përballesh me sprova të ndryshme. Frika prej Allahu subhanahu wa taala është metodologjia më e mirë që ti mund ta ndjekësh gjatë mospajtimeve dhe grindjeve e gjërave jo të mira në rrethin shoqëror ku jeton apo edhe për brenda familjes. Allahu subhanahu wa taala në surën At-Talaq na ka porositur 3 herë që ta kemi frikë atë. Thot t'i kryejmë obligimet dhe të largohemi prej harameve. Allah subhanahu wa taala në këtë sure madhështore thot: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kushdo që i friksohet Allahu subhanahu wa taala, Allahu do t'i gjejë rrugdalje dhe zgjidhje nga çdo vështirësi. "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Dhe do ta furnizoj prej nga ai nuk e pret fare. "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Kushdo që i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Po ashtu thot Allahu: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kushdo që i frikohet Allahut, Allahu ja leson çështjet. Pastaj thot: "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Kushdo që i friksohet Allahut, Allahu ja fshin gjunahet, ja fshin punë tek këqija dhe ja rrit shpërblimin. Pra po e vrejmë në këto ajete se frika prej Allahu subhanahu wa taala është shkak që ty të largohen vështirësitë, është shkak që tek ti të vjen rreziku i Allahu subhanahu wa taala, është shkak që të lehtësohen çështjet, vështirësitë, ngushtisat në këtë jetë, është shkak që të fshihen gjunahet dhe është shkak që të rriten shpërblimet e Allahu subhanahu wa taala. Sufjan al-Thawri rahimahullah thoshte: "Usika bi taqwallah." Të këshilloj të porosis ta kesh frikë Allahun, fa innaka in ittaqaita Allah kafaka an-nas. Sepse nëse i tutesh Allahu subhanahu wa taala, Allahu të mjafton ndaj njerëzve. Wa in ittaqaita an-nas lam yughnu 'anka min Allahi shay'a. Nëse frikohesh për njerëzve jo për Allahut, ta dish se ata nuk sjellin asnjë dobi te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj tha: "Fa alayka bi taqwallah." Andaj përmbaju frikës dhe devotshmërisë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Ibn al-Jawzi rahimahullah i sjell disa fjalë madhështore lidhur me devotshmërinë dhe thot: "I'lam anna zamana la yathbutu ala hal." Thot dije se gjendja në këtë botë nuk mund të jetë stabile e qëndrueshme gjithmonë e njëjtë. Ashtu thot siç thot Allahu: "Wa tilka al-ayyamu nunawiluha bayna an-nas." Këto ditë pra, në jetën e kësaj bote ne i ndryshojmë mesin e njerëzve. Thot Ibn al-Jawzi: "Fataratan faqr wa taratan ghina." Nga njëherë varfri, nga njëherë pasuri, wa taratan izz, wa taratan dhull, nga njëherë fuqi e krenari, nga njëherë nënshtrim e dobësi. Thot pastaj: "Wa taratan yafrahu al-mawali, wa taratan yashmutu al-a'adi." Thot pastaj: "Wa taratan yafrahu al-mawali." Nga njëherë gëzohen miqt, nga njëherë gëzohen armiqt. Pastaj thot: "Fa sayyidu man lazama aslan wahidan kull hal." Mirë po, ai zotria, thot njeriu muslimani mirëfillt në tërë këtë mes është që i mbahet gjithmonë një parimit vetëm në çdo gjendje, në çdo rrethan. Thot: "Wa huwa taqwallahi azza wa jall." Thot kur e ka frikë Allahun subhanahu wa taala në çdo gjendje dhe rrethan. Thot: "Fa innahu in istaghna zanathu." Sepse edhe nëse është në mirëqenie, edhe nëse është i pasur, atëherë kjo frikë prej Allahut do ta hjeshoj, do ta stolis, do ta zbukuroj edhe më shumë. "Wa in iftaqara fatahat lahu abwab as-sabr." E nëse varfrohet, atëherë frika prej Allahu subhanahu wa taala është ajo që ja hap dyert e sabrit. "Wa in ufiya tammat lahu an-ni'matu lah." E nëse është në mirëqenie, është në gjendje të mirë, atëherë përmes frikës prej Allahu subhanahu wa taala i plotësohen begatit. "Wa in ibtuliya jammalathu." E nëse sprovohet me sprova ndryshme, atëherë frika prej Allahut e hjeshon, e zbukuron. Pastaj tha: "Wa la yadhurruhu in nazala bihi az-zamanu aw sa'ad." Dhe ky njeri nuk dëmtohet fare pa marrë parasysh gjendjes dhe rrethanës në cilën është, pa marrë parasysh a ka ngritje apo ulje në jetën e vet. I dëgjojmë ajetet ku Allahu subhanahu wa taala e përsëriti porosinë e tij lidhur me taqvallahun, devotshmërinë, frikën prej tij. dhe përmendi shpërblimet lloj-llojshme për atë person që e ka frikë atë subhanahu wa taala.
Kretë kjo na bën të kuptojmë se ajo çfarë merret në konsiderat te Allahu subhanahu wa taala është frika prej tij. Kjo na tregon se frika prej Allahut është ajka, bërthama, themeli i çdo gjëje. Është ajo që ty të ndihmon që ti të jesh i kapur për të vërtetës. Frika prej Allahu subhanahu wa taala është ajo ku Allahu e ka ndërlidhur lumturinë tënde, qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër. Nga Yahya ibn Ma'in rahimahullah, për cilët e kanë thënë: "Wallahu ma darra rajulan ittaqa Allaha ala ma asbaha wa amsa." Thoshte pasha Allahun, njeriu i cili e ka frikë Allahun subhanahu wa taala nuk e dëmton asgjë, pa marrë parasysh gjendjes në të cilën është ai, qoftë në mëngjes, qoftë në mërmjet. Lutim Allahun subhanahu wa taala na udhëzoj drejt vërtetës. Lutim Allahun subhanahu wa taala na jap dije dobishme. Sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.